unë do t'i talë zot dhe do të maj përgjegjësi. Dhe në qoftë se ty pronar të kanë shkel të drejtën e pronës dhe janë firmos dokumenta mbi të, përgjegjësia është e shtetit. Dhe ai që ka bërë këtë do marrë përgjigje dhe shteti do të përgjigjet ty, do të përgjigjet me vlerë tregu. Është ligji që detyron shtetit me vlerë tregu. Dhe do të them një gjë, që kur doli ai ligj e Gjerë Salam pushtetin, ka patur 0 probleme. Dilte njëri, po i thoshte, ku e ke, qofse fakton të bënte, i përgjigjej shteti ati. Shteti. Këto janë qëndrimet, pra, ne jemi shumë respektuos për çështjen e pronësisë, por jemi mbështetës absolut të investimeve të huaja dhe gjatë periudhës tonë ju nuk keni pa pronar të protestojnë ndaj një protestuesit huaj se po më rëmben tokën. Jo, ishte shteti që nëse kishte firmosur do t'i përgjigjej një lloj sikur i kishte marrë ai tokën me vlerë tregu. Zoti Berisha, si ju përgjigjeni zërave të cilët thonë publikisht forcat reja politike, aktivistë apo eksponentë të tjerë, që Partia Demokratike është e kapur nga projekti i Zvërnecit dhe për këtë arsye nuk flet? Partia Demokratike është partia që proteston sot më fuqishëm se kurrë. Partia Demokratike shpreha këtu ato që thash, mbështet absolutisht investimet e huaja, garanton pronën dhe pronart me një ligj që ndofta nuk ekziston diku tjetër. Por e bam në atë kohë, ai ligj është aty dhe ai ligj është shumë i drejtë. Po në lidhje me hetimin e SPAK? Më fal një minutë. Pra, më thuaj mua pak. Çfarë mund të bëj një shtet më shumë, qoftë për pronarin, qoftë për investitorin? Besoj se nuk është shteti që thot, e po unë nuk i di këto, nuk i di ato. Në qoftë se ke firmos, je kryeministër dhe ke firmos, atëherë ti mban përgjegjësi për të gjithë pasojat e firmës tënde. Kjo është e vërteta. Dhe nuk besoj se ka interes më të mrapsht për shqiptarët se sa përpjekja për të përzërë investitor të huaj. Kjo ta kemi shumë të qartë. Kush po i bën këto përpjekje, zoti Berisha? Jo, po them, kush po i bën, tani po them, nuk ka gjë më të pa ashtu. Shteti ka një ligj. Shteti aty ku ka firmos, duhet t'i dalë zot firmës së tij. Kjo është e tëra. Nuk është çështje pronarit me investitori. Jo, është çështje shtetit me firmën e tij. Prandaj dhe ju duhet ja kërkoni shtetit, nuk duhet të tremi nga shteti. Shteti ka ligje, duhet u dalë zot ligjeve. Ky është koncepti im për këtë punë. Zoti Berisha, sot në orën 19 keni lajmëruar çdo të hënë foltore. Në të njëjtën kohë edhe ka një protest për Zvërnecin. Do ta zhvilloni ju foltoren sepse jeni në të njëjtin vend? Sot ka disa aktivitete tani, kemi disa probleme sot. Sot është dita e fëmijëve, por koalicioni për familjen ka vendosur më thonë se edhe ai do bëjë një protest dhe shanset janë që ne të mbështesim sot protestë e koalicionit për familjen, sepse është 1 qershori, ju e pat që, po kjo do njoftohet, ju e pat, do me thënë, se në mënyrë më kriminale, përverse, Edi Rama me Salen, me këtë ministrën, vendosen që të përdorin terapin për ndryshimin e gjinis të 14 vjeçarët. Ja çdo lloj kriteri, qoftë biologjik, qoftë sociologjik, qoftë të përgjegjësisë. Kjo është t'ja u rrëmbesh prindërve fëmin nga gjiri i tyre. Dhe ky është një akt i shëmtuar, antiligjor. Nuk jemi kundër, më fal, domethënë po. Ka një moshë të caktuar në të cilën fëmia, se ne nuk jemi t'i injorojmë, diskriminojmë, jo, por jemi
në mosha më ideale është mosha e përgjegjësisë 18-22 vjeçare. Çdo veprim para kësaj moshe është një atentat në identitetin njerëzor dhe unë shpreh solidaritetin tim me Aleancën për Familjen.